Ka korrupsin në të cilën flasim për ish presidentin Sidiu, i cili ka marrë pjesë në ditën e shënimit të ditës kombëtare të Francës me mysafirë të shumë, nuk i ka njohur shumë prej tyre. Nuk është ndonjë çudi që nuk i ka njohur një këshilltare të re në ministrinë e FSK-s, por duket se s'ka pasur ide as kush është zëvendës ministër në këtë ministri. Почка. FSK-ja përndryshe i ka 3 zëvendës ministra, Shemse Veselin, që mbasi zoti Sidiu ka mundur ta njohë, sepse është një zyrtar i lartë i PDK-s dhe ka udhëhequr me PDK-n e Prishtinës në komunë për shumë vjet, pastaj Bejtush Gashi dhe Serbis Slavisha Filipović. Nuk dihet se cili prej tyre është prezantuar para zotit Sidiu.